Përshëndetje, sot kam përzgjedh me përgatit një ëmbëlsirë tepër të mirë të shishme, ëmbëlsirë verore, ju kënaq me shijen më e mirë se sa me blej. Fillojmë. Fillimisht po përgatisim frutat. Dhe për recetën e sotit unë kam zgjedhur boranicë. 400 gram boranicë të ngrirë, e pastroni mirë me ujë, shtojmë sheqer, 7 lugë të diellës me sheqer edhe 350 ml ujë, tash i leni që të vlojnë boranicat në fakt që të zihen, kështu i shtypim nga pak me dorë se këto janë pak më të forta, edhe kështu të zihen edhe të zbuten pak më shumë. Pasi që të zihen në një enë tjetër kam shtuar 2 lugë të diellës niseshte, 100 ml ujë. Vazhdojmë i përzim vazhdimisht, kjo fillon me u trash edhe frutat i kemi gati, janë të ziera, janë zbutur. Pasi që të zihen, këto shumë shpejt lëngu fillon të trashet, edhe i largoni anash, i leni me u ftoftë të rësisht. Pra shikone, i shtypim, janë të ziera dhe janë zbutur. Vazhdojmë me përgatit brumin, 7 të verdhat e vezë. Shtojmë 1 gotë të çajit me sheqer ose 120 gram sheqer. Shtojmë gjithashtu një paku me sheqer vanilje. Vazhdojmë edhe i rrahim mirë, pra me mikser derisa të na formohet një shkumë e bardhë. Pra vazhdojmë kështu për 3-4 minuta derisa të arrijmë pra tek ajo ngjyra e bardhë e vezëve. Edhe tash shikone, pra e ka ndryshu ngjyrën, janë gati, shtojmë 60 ml qumsht ose gjys gote të çajit me qumsht. Qumshtin nuk e shtoni për një herë, e ndani pjesë sepse kështu më e mirë ju bëhet receta. Pra mjafton ta ndani në 2 deri në 3 herë, pra e shtoni nga pak. Edhe kështu po e formojmë pra brumin për këtë ëmbëlsirë të sotit. Vazhdojmë edhe e largojmë anash. Marrim të bardhat e vezë, 7 të bardhat. Edhe këtu kena me shtu sheqer, gjys gote të çajit me sheqer. Dhe sheqerin gjithashtu do ta ndajmë në 3 pjesë. E kemi shtuar pak, vazhdojmë i rrahim mirë vezët derisa të shkumohet edhe të formohet kjo shkumë e bardhë. Shtojmë edhe pak sheqer, mandej krejt në fund do ta la edhe pak sheqer për t'ia shtuar në fund vezëve. Tash vezët fillojnë edhe shkumojnë më shumë edhe fillojnë të trashen, pra bëhet një masë e trashë. Vezët i kemi gati. Këtu shtojna 1 lugë të çajit me pluhur për pjekje ose peciv, mandej 2 gota të mbushura plot me miell, pra gota të çajit. Edhe 60 ml vaj. Dhe vazhdojmë i përzim nga pak, pra derisa të bashkohet pak, pra mielli me vezët, e mandej krejt në fund shtojmë edhe të verdhat e vezës. Edhe tash krejt masën vazhdojmë e përzim, kështu si në video, pra ngadal do ta përzijeni derisa të bashkohen mirë të gjithë përbërësit. Furrën e shporetit e lshoni që të nxehet në temperaturë 150 gradë. Pasi furra ka arritur temperaturën 150 gradë, ne vazhdojmë edhe e shtojmë brumin në tepsi, ëmbëlsirën e pjekim në 150 gradë për afërsisht për 18 deri në 20 minuta. Ju do e kontrolloni, pra kur të jetë pjekur do e largoni nga furra. Pasi ëmbëlsira është pjek edhe kemi gati, ja largojmë letrën me një herë sa është e nxehtë. Nuk e leni me u ftoftë sepse mundet pastaj të ngjitet për letre. Pra, do ta keni pak më vështirë për t'ja larguar letrën. E rrotullojmë nga ana tjetër, gjithashtu do ta largojmë edhe këtë shtresën që e ka formuar mbi, sepse kështu më lehtë pastaj e keni me e li ëmbëlsirën. Pra, kur do ta liejmë tash me krem, shumë ma lehtë edhe ma mirë do t'na duket ëmbëlsira.
Vazhdojmë pra petën e ndojmë në 3 pjesë të barabarta, kështu si në video. Ju e matni me një vizore edhe e ndoni në 3 pjesë të barabarta. Në njëjën tjetër marrim krem për ëmbëlsira, 500 gram krem për ëmbëlsira dhe këtu shtojmë krem shlag, pra shlag krem dikon 40 gram. Kjo do t'i jep edhe shije, por edhe do t'a bëj pak më të trash, pra kremin e gatimet. Kështu vazhdojmë me përzim me mikser derisa të formohet një krem i mirë, i trash edhe gjithashtu ka shije shumë. Kremin mundeni me e lanë në frigorifer që të forcohet pak. Nëse keni kohë me prit. Tash, pasi që brumi është ftohur, kremi është ftohur, vazhdojmë edhe e lyejmë shtresën e parë të kësaj ëmbëlsire. Vazhdojmë me kremin e bardhë. Ky krem mjafton për ta përgatitur këtë ëmbëlsirë. Vazhdojmë kështu, e lyejmë në të gjitha anët. Do të mundohem kremin pak anësh të formoj si mur, kështu të vogël, që t'i lë hapësirë pra edhe për të shtuar më vonë edhe frutat, të cilët i kemi përgatitur. Pra mundohuni kështu me lugë që t'i jep një formë pa kremit. Tash vazhdojmë e mbushim me frutat të cilët i kemi zier pak më herët, edhe për vrenis janë bërë shumë të mira, kështu janë zbut mirë, mjaftueshëm, edhe e mbushim shtresën e parë, pastaj vendojmë shtresën e dytë, të tretën, edhe kështu kena me vazhdu me përgatit krejt recetën për sot. Unë ju garantoj se ka shije shumë, është më mirë se sa me blej. Provoni recetën, përgatitni në shtëpitë tuaja, ëmbëlsirë që përgatitet për çdo fest, pra për fëmijët tuaj, për familjen tuaj, për mësafer, pra kur të doni mundeni me përgatit. Pasi që kemi hedhur edhe kremin e dytë, të pjesës dytë, tash shtojmë sërish, pra mbushjen e bajmë me fruta, pra në të njëjtën mënyrë. Tash videon pak po e zgjasim për shkak se duhet me pa që shpërgatitet ëmbëlsira. E tash krejt në fund, shtresa e fundit e brumit. Gjithashtu kena me e lyj sërish me kremin që na ka mbet, i japim formë, e lyej mirë në të gjitha anët, edhe kështu përgatitëm edhe ëmbëlsirën për sot. Pasi që ëmbëlsirën e kemi gati, tash dekorin do e bëjmë pak me krem shllak sërish, një paku që është 40 gram, edhe këtu keni me shtu qumsht, 80 ml qumsht i ftohur. I rrahim mirë me mikser derisa të formohet një masë e trash. E pasi shllagun ta kemi gati, pra një krem shlag i trash për ëmbëlsira që ka shije pak më ndryshe, edhe japim formën ëmbëlsirës së sodit. Kështu kena përgatit ëmbëlsirën më të mirë të shishme. Është ëmbëlsirë që përgatitet tepër lehtë, shpejt, edhe sigurisht që bëhet më e mirë se sa me blej. Tash vazhdojmë pjesën tjetër të glazurës, edhe e kemi gati. Do ta lëni që të ftohet mirë në frigorifer, e pasi të ftohet atëherë, pra do ta shijojmë. Tash na mbetet për ta provuar. Do ta ndajmë në pjesë të holla, kështu si në video. Dhe ëmbëlsira për sot është gati. Neve na mbetet vetëm se ta provojmë. Unë jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni. Pjesët e tjera do t'i vendosni pra një plastik kështu ose diçka për ta mbajtur ëmbëlsirën, kështu ma lehtë keni me pas edhe pastaj me kalu nëpër pjata. Kjo është e gjitha që kishim përgatitur për ju, shpresoj që edhe kjo recetë ju ka pëlqyer. Provone sepse jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Për më shumë receta, na bëni një like, një koment ose shpërndani videon me miqtë tuaj. Mirëmbëjtje.